po sikur gjuha të jetë kafazi. Ekziston një teori gjuhësore e quajtur hipoteza Sapir-Whorf. Ajo sugjeron se fjalët që ke formsojnë realitetin që ti mund të perceptosh. Disa gjuhë kanë 10 fjalë për dëborën. Disa nuk kanë asnjë. Disa kultura nuk kanë kohën e shkuar. Disa nuk kanë kohën e ardhshme, dhe perceptimi i tyre për kohën ndryshon për shkak të kësaj. Tani, shihni tablon e madhe. Nëse nuk ke një fjalë për diçka, a mund ta shohësh plotësisht atë? Traditat e lashta besonin se krijimi filloi me fjalën. Neuroshkenca moderne tregon se dialogu i brendshëm ndikon te emocionet, stresi, madje edhe te fiziologjia. Kështu që, po sikur kufizimet e tua të mos jenë reale, po sikur të jenë thjesht kufizime të fjalorit tënd, nëse thua vazhdimisht, jam i mbingarkuar, jam në ankth, kam ngecur, sistemi yt nervor e beson këtë. Por, ndrysho gjuhën, dhe ti ndryshon lenten jo në mënyrë magjike, por neurologjike. Po sikur rritja të filloj duke përditësuar fjalët që përdor për të përshkruar veten, reagimi filozofik, kafazi apo vegla e vetëdijes. Kjo video prek një nga debatet më të thella në filozofinë e gjuhës dhe të mendjes. Kur pyesim po sikur gjuha të jetë kafazi, ne jemi duke u rreshtuar pranë filozofëve si Ludwig Wittgenstein, i cili famshëm ka thënë, kufit e gjuhës sime nënkuptojnë kufit e botës sime. Nëse mendimi ynë është i ndërtuar mbi fjalë, atëherë fjalët nuk janë thjesht etiketa që u vendosim gjërave që ekzistojnë jashtë nesh. Ato janë vetë tullat me të cilat ndërtojmë realitetin tonë të brendshëm. Kur e quajmë veten të ngecur, ne nuk po përshkruajmë thjesht një gjendje, ne po krijojmë një strukturë mendore që e mban mendjen tonë të burgosur. Megjithatë, këtu qëndron paradoksi i bukur filozofik. Nëse gjuha është kafazi, ajo është gjithashtu e vetmja vegël që kemi për të faktuar çelësin e lirisë. Duke zgjedhur me vetëdije fjalë të reja, ne nuk po bëjmë thjesht mendim pozitiv, por po rikonfigurojmë mënyrën se si truri ynë e përkthen eksperiencën jetësore. Rritja personale, pra, fillon si një akt gjuhësor, një revolucion i fjalorit tonë të brendshëm. A të vjen në mendje ndonjë fjalë apo shprehje specifike që ke vënë re se të kufizon kur e përdor shpesh?